janë edhe rastet të cilat dalin nga varret e të shkuarës. Përtej paradoksit, dhe këtë sfrit do të pa e thënë jashtë tekstit, që 4 varre të vrarësh janë ende në kërkim të drejtësisë, po nuk kanë ngut as për të bërë kontrolle banesash, që s'ka nevojë të bëhen në këtë rast, as për të ngritur akuzë, për arsye që gjithkush mund i marrë me mend në mënyrën e vet, por ne nuk i dim faktikisht cilat janë. Tani, ky është një fakt. Një fakt tjetër është që Shqipëria renditet nga Komisioni Evropian, jo nga ne, në vendin e parë në rajon për prokurimet publike, për integritetin e prokurimet publike, me diferencë nga vendi i dytë, që do thotë që ka më pak korrupsion, jo më shumë. E treta është Shqipëria i Albanias që i ka kursyer shqiptarëve sipas një konsulenti ndërkombëtar që ne morëm disa kohë parë për të bërë një audit të rezultateve, një radhë të gjatë sa 22.000 rrotullime rreth tokës. Rrotullime rreth tokës. Dhe thuajse 1 miliard euro nga xhepi për të gjitha llojet e situatave. Do thotë që ka më pak korrupsion, jo më shumë. Po ka një fakt tjetër që ushqen fuqishëm paradoksin. Raste akuzash për korrupsion mund të jenë vërtet 10 në total, ku këtu përfshihen jo thjesht antar qeverie, po dhe kryetar bashkie, po edhe drejtor të lartë, 10. Po emisione, lajme, postime në të 700 tenxheret e poteres madhe, politike, mediatike, mund të jenë 10 milion. Vetëm në tenxheren e Blendi Fevziut, që me madhësinë e vet më thithë edhe mua ndonjëherë, mund të jenë bërë 1000 emisione ku fjala korrupsion mund të jetë përdorur 100 milion herë, dhe fjala përgjim 100.000 herë, dhe fjala hajdut 10.000 herë. Tani, imagjinojeni vetë se çfarë batërdie bëhet mbi daullet e veshëve të shqiptarëve që shohin akoma televizor, dhe çfarë bombardimi bëhet mbi retinat e syve të shqiptarëve që haberet e pazarit i marrin nga celulari. Pa llogaritur këtu ata të verbrit që e çajnë rrugën e jetës me shkopin e kryeplakut të botës gënjeshtrave dhe hedhin bomba artizanale te xhamia që të rrëzojnë narkoshtetin. Ekonomia rritet, e rrit korrupsioni. Prodhimi i përgjithshëm kombëtar rritet, e rrit korrupsioni. Buxheti i shtetit rritet, e rrit korrupsioni. Pagat rriten, i rrit korrupsioni. Investimet rriten, i rrit korrupsioni. Edhe zjarret i rrit korrupsioni, edhe shirat i rrit korrupsioni, edhe negociatat i hap korrupsioni, edhe kapitujt i hap korrupsioni, edhe piketat ndërmjetme do t'i kaloj korrupsioni, edhe bordin e paqes e mblodh korrupsioni. Shqipëria vetë rritet në çdo drejtim fal korrupsioni. Ka disa ditë që po bëhet nami nga tenxheret për rrëshqitjen e rrugës në aksin Librash-Prenjas. Një rrëshqitje shumë më dramatike është në anën tjetër të kufirit. Në një autostradë nga më të reja të Greqisë. Dhe tenxheret e Greqisë nuk është se janë tenxhere pa presion. Nuk e kam kapur
absolutisht asnjë lloj ngjashmërie me këtë lemeri këtu që edhe tokën e lëviz korrupsioni. Ndërkohë që në ata aks po bëhet një nga veprat më të mëdha të infrastrukturës, e cila do të jetë një tjetër krenari e kësaj qeverie. Ju kujtohet rrëshqitja e rrugës Korçërsek. Brenda fatit u riparua totalisht me fondet e sipërmarrësit. Rruga sot është e shqiptarëve. Ndodhi diçka që nuk duhet ndodhte, por këto nuk janë gjëra që nuk ndodhin askund dhe ndodhin vetëm këtu. Ndryshimi vetëm është që në Portugali, në Suedi, në Itali, në Greqi janë çështje gjeologjike. Këtu jo. Këtu janë çështje të korrupsionit. Dhe më e bukura në këtë mjerim lavazhesh mediatike të trurit është se të gjithë ata që janë kundër nesh i besojnë një për një të gjitha këto fjalë. E besojnë që një ministre lan makinën me 10.000 euro një dorë, se mbasi i hidhet shkum, i hidhet dhe qumësht dallandysheje. Dhe dallandyshet vriten me pushk nga ministri tjetër, që me puplat e tyre shet jastëk. E besojnë që dikush tjetër ka 300 shtëpi, dikush tjetër ka 2 anije, dikush tjetër ka... Dhe prandaj dhe vetë zoraxhin të lavazheve, ata të parave të zezë që i marrin në ndorë pas debateve antikorrupsion, nga që kanë shplar kaq gjatë dhe trut e tyre duke përsëritur këtë refren, dhe i besojnë kaq verbrisht ekzistencës së pushtetit absolut korrupsionit në Shqipëri. Budallepsen, e keni parë si budallepsen fare kur bëhet numërimi i kutive të votimit? Se rrinë atje dhe presin që më në fund të dalë fitoria mbi narko-regjimin dhe ju del prap po i njëjti. Noc Roku. Mi po e vërteta është se kjo zhurmë e pambarim të është e dëmshme për shoqërinë. Kjo është e vërteta. Dhe përveç Shqipërinë padyshim. Shikojeni Malnezi. Është bashkë me ne në krye të rreshtit për të hyrë më në fund Bashkimin Evropian. Ka të njëjtat probleme si ne, pak a shumë. Po keni parë ju ndonjë bombë artizanale që nga Podgorica të shkojë të shpërthejë në përfaqet e gazetave të botës? Asnjëherë. Jo se atje nuk ka opozit, as se atje nuk ka opozita arsye për të qenë e palumtur. Po se atje, One and Only është një hotel i jashtëzakonshëm me 5 yje, ku turistë nga gjithë bota me të ardhurat larta kontribojnë në të ardhurat e shtetit malazes. Kurse këtu One and Only është një plak i marrë me 5 dërrasa mangut, që të hej zvarë pas vetes 500 vetë me krejt dyshemen për tokë, që kontribojnë me pasion për të cënuar me çdo kusht imazhin e Shqipërisë, duke shpërndar fotografi. Dhe One and Only në solla këtu, jo se mu përshtat me dellin tim satirik, po sepse eksaktësisht CEO-ja i One and Only dhe eksaktësisht pas publikimit të këtyre fotografive në një val të shkuar të protestave, më ka marrë në telefon. Qa po ndodhe tje? Sepse jemi
ishim dhe jemi në diskutime me ta për ta sjellën në Shqipëri unë ndonin. Dhe është një detaj se si afektohet Shqipëria nga një barbari e tillë. Tani, natyrisht që unë nuk do t'i shmangem sot këtu temës që lidhet dhe me Belinda Ballukun, por nuk do të merrem me procesin që ka nisur në parlament, sepse normalisht të pres edhe raportin e Këshillit të Mandateve përpara sa të them dhe unë fjalën time në mënyrë shtërruese për temën e imunitetit. Por duhet ndaj me ju këtu diçka që e kam thënë edhe pa praninë e publikut përmes medjave. Belinda Balluku mua më ka dorëzuar dorëheqjen 3 herë. Qysh në mbrëmjen e ditës kur ju ngrit akuza në fillim, jo për korrupsion, se është shumë interesant që ndërkohë që të gjitha tenxherët bëjnë llogarit duke marrë shumat e shpenzuara për të ndërtuar të gjithë ato vepra, akuza nuk është për korrupsion. Nuk ka akuzë për korrupsion. Por për paparazin tendera. Pastaj ma ka sjell përsëri me shkrim dorëheqjen kur u bë pezullimi dhe pastaj edhe një herë të tretë kur u ripezullua nga mosvendimi i gjykatës kushtetuese. Siç u kam thënë, e kam hedhur unë poshtë kategorikisht idenë e dorëheqjes. Dhe pse vlen kjo të përsëritet? Dhe pse dua që ta ndaj dhe publikisht? Sepse unë kam bindjen që në këtë fazë revolucionare të jetës institucionale të vendit, kur ndryshe nga vendet me drejtësi dhe me institucione të konsoliduara, në Shqipëri drejtësia sapo ka nisur ta shijojë pavarësinë, ne nuk mund të hyjmë në vallën e dorëheqjeve automatike sa herë ngrihet një akuzë. Po duhet bëjmë secili punën e vet, ne tonë drejtësia të vetën. E di unë shumë mirë edhe teorinë edhe praktikën europiane të dorëheqjes morale, e cila megjithatë nuk praktikohet kudo dhe kur do erë një lloj as në Europë, por sot në Shqipëri, kur sidomos përmes SPAK-ut drejtësia ka filluar të bëjë një shërbim të pamohshëm për vendin, por po bën dhe një dëm serioz kolateral mbi administratën, duke e përmbysur faktikisht, rregullisht, parimin e shenjtë demokratik të prezumimit të pavarësisë, mekanizmi i qeverisjes së vendit nuk mund të kurdiset dhe të shkurdiset sa herë prokuroria ngre një akuzë. S'bëhet dot. Është shumë kollaj të thuash në Gjermani një ministër i akuzuar jep automatikisht dorëheqjen, po për shembull kjo nuk ndodh në Itali. Madje edhe në Francë nuk ndodh gjithmonë. Madje në Francë, ministri i drejtësisë qëndroi në zyrë kur ju ngrit një akuzë shumë e rëndë dhe mori dhe pafajësinë në zyrë. Por kush i bën këto krahasime, nuk duhet harroj se përtej këtyre që them unë, Gjermania është një shtet model i së drejtës. Prezumimin e pavajësisë Gjermania e ka në një piedestal ari. Nuk imagjinohen dot në Gjermani tezgat, lavazhet dhe tenxheret e pazarit politik dhe mediatik, të mbushura me materiale të nxjerra vjedhurazi, me bekimin e prokurorëve nga dosjet dimore. Dhe ku, në Gjermani, gjykata i bën të pavlefshme ato materiale që dalin rrugëve dhe që mendohet se kanë cënuar balancën e drejtësisë
duke u përdorur si ushqim mediatik për të influencuar rezultatin e procesit. Jo vetëm kaq, po në Gjermani dhe në tjera vende europiane drejtësia nuk merret me gërmime në të kaluarën e ministrive dhe të agjensive, sepse nuk e ka fituar pavarësinë para 10 vjetësh. Dhe nuk e ka filluar punën prokuroria e pavarur para 5 vjetësh. Po prej shekujsh, prezumimi i pavajsisë në Gjermani është në pjedestalin e artë nga ku se ka zbritur askush. Pa llogaritur kohrat e tmerrshme që ka kaluar Gjermania në një fazë të historisë vet. Kështu që atje nuk ka dyshime të natyrës historike mbi korrupsionin për të qëmtuar në për arkivat e dikastereve të qeverisë. Siç ndodh këtu, ku siç e thash, mbi 85% e çështjeve i takojnë mandatit ton të parë dhe dytë. Apo ndonjë çështje i takon dhe atyre paranesh, po ato të atyre paranesh janë çështje që nuk kanë ngut ato. Ndërkohë që 700 tenxheret e pazarit ton bubullojnë më shumë se asnjëherë për korrupsionin që na qen nga më i madh se asnjëherë. Dhe nga ana tjetër, as në Gjermani dhe as në demokracitë e tjera të konsoliduara të Europës nuk ka një kompani transporti prokuroria, ose më saktë nuk funksionon prokuroria si kompani transporti që merr male me dokumenta nga arkivat e ministrive të agjensive dhe i çon në zyrat e prokurorisë. Madje, tani është arritur dhe një nivel tjetër. Se deri dje ishte niveli që një konkurrent i mërzitur pse humb një tender, i shkruan spakut, pa dhënë as edhe një provë, vetëm duke bërë fantazinë e tij, dhe hapet hetimi, mbi bazë dokumentash. A thua se shteti nuk i ka institucionet që merren me shqyrtim e dokumenta. Po tani kërrehen dhe futen në furgon edhe dokumentat e një tenderi që është në proces, që nuk ka mbaruar fare, është në proces. Po në Gjermani këto nuk i imagjinon dot njeri, sepse andej kufit mes problemeve administrative dhe problematikës penale janë shkruar përpara se sa ata të nxirrin shtyp shkronjën. Jo si në Shqipërinë e kësaj faze të re historike në drejtësi, kur drejtësia e pavarur duhet të rritet duke mësuar. Po duke mësuar në kurriz të lirive dhe drejtave të njerëzve. Duke mësuar edhe deri në dhunim të administratës apo të sipërmarrjes. Se është kollaj të marrësh të pandehur një tufë sipërmarrësish edhe ti linçosh publikisht. Po ata sipërmarrësit kanë kredi nëpër banka, ata sipërmarrësit kanë plane zhvillimi, ata kanë mira njerëz për të shyer dhe kur ju del emri ashtu bankat ju thon stop, shkoni sqaroni një herë, pastaj hajdeni prap. Ndërkohë që prezumimi i pafajësisë do të ishte i mjaftueshëm që dhe ata sipërmarrësit dhe ata punonjësit administratës të hetoheshin në gjendje të lirë, pa u linçuar publikisht, duke ju dhënë të gjithë respektin që meritojnë si qytetarë të Republikës së Shqipërisë, dhe madje duke pasur shumë mirë parasysh që mund të jenë pafajshëm.